për shembull, du mi po Galicën si një qytet, që me thonë si do fshatrat mëdha, se Galica është edhe një fshat në zonë, çështën, se kemi kontribu për atë dhe ato nuk e vënë dyshim, sa orë ka që nevoja dhe prapë jemi të gatshëm me këta mashkull që jemi, t'i dalim zot atë dhe, t'i përgjigjëm pushkës të armikut. Unë e ku pasi si me dashmi për qa Drënicën. Drënica e po marrë Kosovën, ku kanë qenë masakrën. Unë nuk mund të thash edhe parë nuk kisha mund mi bo këto kërë, ma mirë më varrosh për gjallë se mi bo atë sen. Fshati Galicë shtrihet në kodrat e Drenicës, rreth 15 deri 20 km larg qytetit të Vushtrrisë. Një vend që dikur frymonte jetë në çdo cep të tij. Këtu është vendlindja e Zem Galicës, një figurë që i dha zë qëndresës dhe krenarisë shqiptare. Në atë kohë, fshati ishte plot gjallëri, shtëpi të mbushura me njerëz, me zëra fëmijësh e me punë e shpresë. Sot mbetet vetëm hija e asaj jete. Nga të gjitha ato shtëpi, sot kanë mbetur vetëm 10 prej tyre që mund të gjesh njerëz brenda, të tjerat që ndrojnë të heshtura, dyert të mbyllura, dritare të thyera, obore të braktisura që dikur gumëzhinin nga jeta. Është një zbrazdësi që nuk përshkruhet lehtë, një mungesë që ndihet në ajër. Banorët janë larguar me vite, disa për një jetë më të mirë, disa të shtyr nga kohërat e vështira, dhe çdo largim ka marrë me vete një cobës të shpirtit të fshatit. Sot kur ecën nëpër Galicë duket sikur dëgjon jehonën e së kaluarës, si një kujtim që nuk do të shuhet kurrë. Fshati që dikur ishte plot jetë, tani qëndron në pritje, në heshtje, duke ruajtur historinë e tij dhe duke pritur ndoshta një rikthim që ende nuk ka ardhur.